Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera është sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Lumi Vjosa, tashmë pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, vazhdon të jetë një nga pasuritë më të çmuara natyrore të Shqipërisë. Përveç vlerësimit ndërkombëtar, në terren po vijojnë edhe aksionet për ruajtjen dhe pastrimin e zonës. Bashkia e Gjirokastrës ka realizuar disa ndërhyrje në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxhëri me synim për mirësimin e kushteve të jetesës për banorët. Një grup turistësh francez prej 10 vetash po eksplorojnë bukuritë e jugut të Shqipërisë. Në itinerarin e tyre ata kanë përfshirë rrugën e vjetër të Muzinës, ku janë dalur për të parë nga afër dhe për të shijuar panoramën që ofron natyra në këto ditë të vjeshtës. Luftëtari ka marrë një pikë të vlefshme në fushën e Kuksit me barazimin 2-2. Gjirokastritët shënuan me Sterling dhe Isterin, ndërsa vendasit barazuan me Sadiqe dhe Dragoshin. Me këtë rezultat, bluzinjtë të ngjiten në vendin e 8 me 8 pikë. Ju njohim tani më gjerësisht. Lumi Vjosa, tashmë pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, vazhdon të jetë një nga pasuritë më të çmuara natyrore të Shqipërisë. Përveç vlerësimit ndërkombëtar, në terren po vijojnë edhe aksionet për ruajtjen dhe pastrimin e zonës. Përfshirja e Lumit Vjosa në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është një moment historik për Shqipërinë dhe mbrojtjen e natyrës. Ky status është një vulë e rëndësishme ndërkombëtare që forcon pozicionin e Shqipërisë si një vend që ruan vlerat natyrore, unike dhe të paprekura. Ka qenë një punë voluminoze, edhe shumë e lodhshme në fakt, por ajo që është më e rëndësishme është që arritëm një status dhe një certifikim shumë të rëndësishëm që i shërben në fakt të gjithë komuniteteve që përshkon Lumi Vjosa. Janë 26 rezervate që u shpallën si rezervat biosfere, njëna këto është edhe Lumi Vjosa. Benefitet do të jenë të jashtëzakonshme në fakt që kanë të bëjnë me ruajtjen e ekosistemit dhe biodiversitetit që ofron e gjithë lugina e parkut kombëtar Lumi Vjosa, që përfshin lumin Drinos, lumin e Bënçës dhe Shushicën, sepse siç e dim, të treja këto deg janë pjesë e parkut kombëtar të Vjosës. Aktualisht po zhvillohen aksione pastrimi përgjatë luginës së Vjosës me përfshirjen e komuniteteve lokale, institucioneve dhe vullnetarëve. Ka nisur që nga sesionet informuese dhe edukuese nga zyra administrimit të parkut kombëtar të Lumit Vjosa, ka qenë aksionet e pastrimit që ne kemi zhvilluar të paktën 2 herë në muaj. Sigurisht kemi bërë evidentimin e gjitha pikave që mund të kenë ndonjë problematikë dhe gjithçka tjetër. Është gjithë kjo punë që po bëhet fal edhe një plani të menaxhimit në të cilin ne bazohemi dhe veprojmë mbi të. Përfshirja e Lumit Vjosa në UNESCO nuk është vetëm një sukses për Shqipërinë, por edhe një angazhim i vazhdueshëm për mbrojtjen e natyrës dhe trashëgimisë tonë të përbashkët. Tashmë sfidë është që kjo pasuri e rrallë natyrore të ruhet, të menaxhohet dhe të shërbejë një shembull për brezat që vijnë. Bashkia e Gjirokastrës ka realizuar disa ndërhyrje në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxhëri me synim për mirësimin e kushteve të jetesës për banorët. Punimet kanë përfshirë infrastrukturën rrugore, depozitën e ujit dhe rrugën që të çon në varrezat e fshatit. Fshati është pajisur gjithashtu me kosha mbeturinash, duke reduktuar ndjeshëm problemin e ndotjes së mjedisit. Bashkia e Gjirokastrës ka ndërhyrë në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxhëri me disa investime që synojnë për mirësimin e kushteve të jetesës për banorët e kësaj zone rurale. Sipas kryeplakut të fshatit Konstantin Naçiku, ndërhyrjet kanë përfshirë infrastrukturën rrugore, depozitën e ujit të fshatit, si dhe rrugën që të çon drejt varrezave. Gjithashtu fshati është pajisur me kosha mbeturinash, duke shmangur problematikën e ndotjes së mjedisit. Ne për fshatin kishim sa pengesa shumë që nuk kishin bërë. Mendimin e bashkisë në janë bërë. Kemi shtruar 950 metër aty brenda unazë fshati e femineve, depën e ujit lartë që s'kishin depo fare, edhe rrugën e varrezave. S'kishim fare rrugë. Vizitova me kryetar bashkisë, dërgoi skrepin, e hapi, mbas skrepit në erën Gjavorin na i shtruan. Megjithatë, sipas kryeplakut, një pjesë e fshatit vijon të ketë mungesë ndriçimi, problem për të cilin pritet të ndërhyjet brenda këtij muaji nga bashkia. Ndriçimi tani patur, tani gjysmën e fshatit e kanë bërë me të reja.
gjysmë e fshatit ka ngelur. Edhe ja kam ngritur partia ngjitet te kryetari, më tha brenda një muaji do të vim patjetër. Kërkuam ato koshat edhe na impron. Dy na e punon atje si për dy në event, një na ka lënë aty. Na kanë për këto. Ndërhyrjet e kryera në fshatin Kakos po ndikojnë pozitivisht në cilësinë e jetës së banorëve, ndërsa vëmendja ndaj problematikës së ndriçimit mbetet prioritet në vijim. Ju njohim tani me një blok informacionesh nga Rendi. Policia kufitare Kakavije nëpërmjet qendrës së përbashkët të shkëmbimit të informacionit Kakavi është njoftuar nga policia kufitare greke se më datë 27/10/2025 nga ora 6 deri në orën 10 me orën shqiptare, në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes nuk do të lejohet lëvizja me mjete. Për shkak të grevës së doganierëve, do të lejohet të qarkullojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia kufitare Kakavije kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve me automjete në orare të tjera të ditës. Specialistët e sektorit të policisë rrugore arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet THN 63 vjeç banues në Përmet, pasi në aksin rrugor Varibob Këlcyr me automjetin që drejtonte ka aksidentuar këmbësorin shtetasin me inicialet AR 52 vjeç, banues në fshatin Kuqar, i cili ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi më datë 24/10/2025 rreth orës 20:00 në fshatin Okov është gjetur në rrugë pa shenja jete dhe pa shenja dhune shtetasi me inicialet SN 72 vjeç banues në fshatin Okov. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Dropull Libohov referuan materiale në prokurori, ku nisi procedim penal për shtetasin me inicialet EÇ 43 vjeç banues në fshatin e Pravisht, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtjeje. Specialistët për hetimin e trafiqeve dhe narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedim penal për shtetasin me inicialet ST 38 vjeç banues në Greqi, pasi gjatë kontrollit në automjetin e tij u gjet një sasi lëndë narkotike kanabis sativa. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua lënda narkotike. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Bashkia e Konispolit ka marrë një dhuratë të çmuar nga delegacioni i prefekturës Pardubice të Republikës Çeke, një automjet zjarfikës që do t'i shërbej bashkisë në rastet emergjente gjatë dimrit dhe verës. Kjo dhuratë vjen pas një tjetër kontributi të rëndësishëm nga i njëjti delegacion, dhurimi të një autoambulance që tashmë përdoret nga komuniteti në rastet e urgjencave mjekësore. Në Bashkinë e Konispolit ka mbritur një dhuratë e çmuar nga delegacioni i prefekturës Pardubice të Republikës Çeke. Një automjet zjarfikës i pajisur për të përballur me situatat emergjente gjatë stinëve të dimrit dhe verës, i është dorëzuar bashkisë për të përforcuar shërbimin ndaj komunitetit. Sapo kemi pritur një ekip çek të ekipit të zjarfikseve, të cilët kanë marrë rrugën e largët dhe erdhën në vendin tonë të na dhuruar këtë automjet zjarfikës, siç e kuptoni pas nesh. Faktikisht, kjo dhuratë vjen pas një takimi që ne kemi patur në muajin qershor me prefektin e qarkut të Pardubicës në Republikën Çeke, ose ndryshe siç e quajnë ata guvernatori. Gjira si ta falenderoj zotin Martin Netolicki, i cili bëri të mundur realizimin e kësaj vepre. Kjo faktikisht është një kërkesë e Bashkisë Konispol, duke qenë se situata në sezonin e verës paraqitet gjithmonë e mirë dhe ndeshemi me zjarre të vazhdueshme. Kjo do jetë një ndihmë shumë e madhe për bashkinë tonë. Kjo dhuratë vjen pas një ndihme të mëparshme nga i njëjti delegacion i cili disa kohë më parë i dhuroi Bashkisë së Konispolit një autoambulancë që tashmë po shërben në mënyrë të rregullt për rastet e urgjencave mjekësore. Ky bashkëpunim ka forcuar lidhjet e miqësisë dhe solidaritetit ndërmjet Konispolit dhe prefekturës Pardubice. Ne të theksojmë që kjo dhuratë vjen pas një dhurate të mëparshme në muajin qershor që ata sollën një autoambulancë për qendrën shëndetësore, të cilën e kemi në funksion të bashkisë të qendrës shëndetësore. Në rastin të falenderoj gjithashtu dhe zotin Adriatik Shino, i cili bëri të mundur realizimin e marrëdhënieve mes bashkisë dhe atij qarku.
Përveç automjetit zjarfikës, delegacioni çek ka dhuruar gjithashtu 22 pajisje kompjuterike, të cilat do të përdoren për nevojat administrative të Bashkisë së Konispolit. Këto pajisje do të ndihmojnë në përmirësimin e eficiencës së punës dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët e zonës. Në lartësitë e përmetit aty ku natyra ruan ende pastërtinë e saj, banorët kanë gjetur një mënyrë të veçantë për të ruajtur traditën dhe për të siguruar të ardhura. Mbledhja e bimëve medicinale është kthyer në një pasion që po tërheqë gjithnjë më shumë interes, si nga vendasit ashtu edhe nga turistët e huaj. Kërkesa për produkte bio dhe natyrale po rritet ndjeshëm, sidomos me ardhjen e stinës së ftohtë. Nëpërmjet mbledhja bimëve medicinale është kthyer në një aktivitet fitimprurës që ruan traditën dhe promovon zonën si destinacion turistik dhe ekologjik. Arqiletodhi nga Përmeti prej vitesh mbledh bimë dhe fruta të egra në lartësinë e maleve dhe i tregton këto produkte bio. I ftohti e ka rritur interesin për këto bimët medicinale. I kërkojnë krahas atyre, në qoftë se kanë infekcion, vjen marrin dhe ilaçe, po kryesisht kur kalojnë griprat e lehta, gjëra kollra, kështu u përkushtojnë këtyre. Dje vajta u mlodha trëndafila, po si vjet nuk kanë mbajtur edhe është punë e vështirë sepse nuk dalin atje ku i do t'i në mes sheshit, ato rrinë fshen ferrave, domethënë në kuptimin është një çike vështirë, edhe transporti dhe gjëra kështu për t'i mbledhur do kohë të gjatë t'i mbledhësh. Të vështirë janë, pa është problem dhe vështirë për t'i thare, se ka procese mbi procese. Thajnë me vonesë ato kulumbrite, të ndafila duan 2 muaj gjysmë të thajnë. Interes të madh për këto produkte tregojnë edhe turistët e huaj, kryesisht ata gjerman dhe zviceran. Që janë gjermanë në këta që ku marrin dhe zvicerianët, francezët s'para ma. Kështu i shikojnë për të parë, vetëm e bëjnë një foto dhe nuk para marrin, kurse gjermanët dhe zvicerianët janë më të përkushtuar, ata i njohin shumë. Pjesën më të madhe të bimëve medicinale dhe frutave të egra, Arqiletodhi i mbledh në malet e Dhëmblanit, në Mërçkës dhe Postenanit. Një grup turistësh francez prej 10 vetash po eksplorojnë bukuritë e jugut të Shqipërisë. Në itinerarin e tyre ata kanë përfshirë rrugën e vjetër të Muzinës, ku janë dalur për të parë nga afër dhe për të shijuar panoramën që ofron natyra në këto ditë të vjeshte. Vizitorët shprehen të impresionuar nga peizazhi dhe mikpritja që kanë gjetur, duke vlerësuar jugun e Shqipërisë si një destinacion unik për çdo turist. Një grup turistësh francez prej 10 vetash po eksplorojnë këto ditë bukuritë e jugut të Shqipërisë, duke përfshirë në itinerarin e tyre disa nga destinacionet më të veçanta të zonës. Gjatë udhëtimit ata janë dalur në rrugën e vjetër të Muzinës për të parë nga afër këtë segment të mbushur me histori dhe për të shijuar qetësinë që ofron natyra përreth. Kam zgjedhur Shqipërinë si destinacion. Është një vend që po i hapet gradualisht turizmit. Dhe kisha dëshirë të zbulonim një vend që ka qenë në ndikimin e një diktatori. Gjatë një udhëtimi në Kret në prill të 2025-s, takova një udhërëfyes, Dimitri, i cili më foli për vendin e tij. Tregimet e tij e forcuan dëshirën time për të vizituar Shqipërinë dhe për të njohur zakonet dhe traditat e saj unike. Tashmë po njohim jugun e vendit. Ajo që më pëlqeu më shumë ishin peizazhet e maleve që ishin vërtet të jashtëzakonshme. Për më tepër, jemi në Vjeshtë, ku ngjyrat janë vërtet të mahnitshme. Është si një ëndër dhe të jep dëshirën për të qëndruar. Më kanë mirëpritur jashtëzakonisht mirë. Është një vend fantastik. Turistët janë shprehur të impresionuar nga peizazhi vjeshtor dhe mikpritja që kanë gjetur në zonë, duke vlerësuar jugun e Shqipërisë si një destinacion që ofron eksperjenca unike për çdo vizitor. Rruga e vjetër e Muzinës është një segment historik që na ka lënë pa fjalë. U ndalëm disa herë për të shijuar panoramën dhe për të fotografuar peizazhet spektakolare. Ishte një përzierje e natyrës së bukur, qetësisë dhe historisë, që e bën këtë rrugë të veçantë dhe të paharrueshme. Eksperienca e turistëve dhe rritja e numrit të tyre tregon potencialin e madh turistik të jugut të Shqipërisë, duke e bërë atë një destinacion gjithnjë më tërheqës për vizitorët nga e gjithë bota.
Në tetorin e letërsisë, Delvina u bë vend takimi dy klubeve letrare, Let Art Delvin dhe Jonjanët Sarand. Krijuese dashamirës të fjalës u bashkuan në një paradite plotë frymëzim për të ndarë ide, emocione dhe vlera kulturore. Në qendër të aktivitetit ishte antologjia 2 me krijimet e autorëve delvinjot, përgatitur nga studiuesi Timo Mërkuri. Krijues të klubeve Let Art Delvin dhe Jonjanët Sarand janë takuar paraditën e së shtunës në qytetin e Delvinës. Në tetorin e letërsisë ata i bëri bashk antologjia me krijime të zgjedhura nga autorët delvinjot, një botim i ditëve të fundit që shënon numrin 2 të kësaj nisme letrare. Në cilësinë e kryetarit të klubit pritës të Delvinës, Let Art Panajot Zoto vlerëson takimin e përbashkët me krijuesit sarandiot. Kjo antologji është një vazhd e traditës që kemi krijuar për të prezantuar librat e krijuesve të Delvinës. Shoqata e Delvinës ka një mision të veçantë për të ruajtur dhe për të ripërtërit traditat kulturore dhe artistike të qytetit Delvinës, të cilat janë të shumta. Ne do të forcojmë bashkëpunimin me shkollat 8-vjeçare dhe me shkollën e mesme për të nxitur talentet e reja. Të pranishmit të gjuan vlerësime për antologjin 2, përgatitur nga krijuesi dhe studiuesi i njohur letrar Timo Mërkuri. Ndërkaq studiuesi dhe shkrimtari Thomas Teriopulli, duke folur për vlerat që kjo antologji sjell me shumësi autorësh dhe gjinish letrare, tha se krijuesit kanë një mision të veçantë për të sjellë vlerat e qytetarisë delvinjote dhe figurat e saj në aktualitet, si një mënyrë për të mbajtur gjallë kujtesën historike dhe trashëgimin shpirtërore. Këto dy libra janë shenja jete. Dhe për mendimin tim, unë e konsideroj ngjarjen më të rëndësishme kulturore për Delvinën, botimin e këtyre dy libra. Shkrimi që ka këtu eseja që ka kafenet e Delvinës është një shkrim i mrekullueshëm. Gjatë aktivitetit u prezantuan gjithashtu dy botime të reja të autorëve delvinjot, Romani Ankthi, një gruaje i shkrimtarit Xhevdet Ahmeti dhe vëllimi poetik Refren në zemre i poetit Thoma Cero. Unë ndjeva mes miq. Ndjehem shumë mirë, erdhën miq që i kam pas të hershëm dhe ata i falenderoj nga zemra. Më vlerësuan punën. Kjo shoqat ka një aktivitet të kënaqshëm, të mirë dhe sot neve bëm promovimin edhe të librit tim Refren Zemre. Në këtë libër ka një larmi të gjerë temash, kryesisht lirike, por edhe ato të dashurisë së vetëlidhjes dhe të dashurisë për atë dhe unë. Jam përpjekur që të jap një nivel të kënaqshëm artistik me figura letrare, me gjetje. Për vlerat që sjellin librat e këtyre dy autorëve sollën konsiderata poetja Natasha Xhelili, gazetari Sofokli Mekshi, kryetari i klubit Jonjanët Hekuran Halili, poetja Florentina Tamo, gazetari dhe poeti Panajot Boli e të tjerë. Është një rigjallërim ose një, si të thuash, për Delvinën e Lene Hares. Ishte një veprimtari që më të vërtet pati vlera të mëdha, sepse i dha një nxitje edhe pjesëmarrje e deputetit për të ngritur problemet që kanë të bëjnë me rigjallërimin e jetës kulturore dhe artistike, sidomos në qytetin e Delvinës që u la pak në Hares. Iniciativa për të botuar antologjit, qoftë në poezi, qoftë në prozë, i jep një shkasë këtij zhvillimi kulturor. Në këtë event morën pjesë edhe nxënës të gjimnazit Sulejman Delvina që kanë pasion leximin dhe krijimin. Aktivitetin e nderoi me praninë e tij dhe Ardit Bido, jo në cilësinë e deputetit, por si njeri i letrave dhe si një djalë delvine, plot angazhim për të shtuar jetë qytetit të zemrës. Takimi ofroi një paradite të pasur me letërsi, ide dhe ndjesi artistike, me dëshirën për të zgjeruar në bashkëpunimin ndërmjet krijuesve të Delvinës dhe Sarandës, si dhe për të ndikuar në gjallërimin e jetës kulturore në të dy qytetet. Luftëtari ka marrë një pikë të vlefshme në fushën e Kukësit me barazimin 2-2. Gjirokastritët shënuan me Sterling dhe Isteri, ndërsa vendasit barazuan me Sadiq dhe Dragoshin. Me këtë rezultat, Bluzin gjite në vendin e 8 me 8 pikë. Ndërkohë, ndeshja e radhës është ndaj Laçit më 29 tetor në Gjirokastër.
Ditën e djeshme në një përballje me ritme dhe emocione, luftëtari ka arritur të marrë një pikë mjaft të vlefshme në transferten e vështirë ndaj Kukësit, me rezultatin përfundimtar 2-2. Bluzin Gjirokastrit treguan vendosmëri në një sfidë që nuk mungoi me surprize përmbysje në ndeshjen e luajtur në Kukës Arena. Takimi nisi me vrull me skuadrin e drejtuar nga stafi teknik bluzi, që mori frenin e lojës që në minutat e para. Presioni vazhdueshëm u shpërblye në minutën e 11, ku gjetja e këtij sezoni, Starling shfrytëzoi në një mënyrë perfekte një aksion të shpejtë dhe mposhti portierin vendas, duke çuar luftëtarin në avantazh. Në vërtet ne kishim marrë për të marrë 3 pikët, kuptohet që na prisej një ndeshje e vështirë, aq më tepër që Kuksi ka vite që është në elitën e futbollit shqiptar, e dinim që do sulmonin shumë e forcat para lart, por që në disa momente ne na mungoi përqendrimi. Edhe normalisht kur në këto ekipe ku luan, edhe në këto fusha ku luan, në një moment shpërqendrimi do shkohesh. Kishim ardhur për ta fituar ndeshjen, edhe e dinim që do asnim vështirësi, por kishim shumë shanse edhe me dëshpërim më vjen që nuk e morëm 3 pikë, ishim shumë afër, krijuam më shumë raste, ishim më në epërsi. Por gjithsesi i kënaqur dhe me 1 pikë, se kampionati është i gjatë dhe e rëndësishme është që ekipi performon mirë në ndeshje në ndeshje. Duhet të rritemi, jemi ekip i ri, duhet të rritemi dhe duhet të jemi më të përqendruar në momentet që kalim në avantazh. Pas golit, loja u bë më e hapur me Kuksin. Megjithatë, fundi pjesës së parë solli një skenar krejt tjetër. 3 gola brenda 3 minutash që ndezën ndeshjen. Fillimisht Sadiq arriti të barazoi për Kuksin, por gëzimi i verilindorëve zgjati pak sekonda. Në minutën e 46, sulmuesi Isteri realizoi një gol të bukur dhe plot vendosmëri, duke rikthyer menjëherë epërsinë për luftëtarin. Por në 2 minuçin e shtesës së lojës së parë, vendasit arritën sërish të barazojnë me anë të Dragoshit, duke vulosur rezultatin e pjesës së parë në 2-2. Pjesë e dytë ishte më e ekuilibruar. Ky barazim i çmuar ndihmoi skuadrën bluzi të largohet nga zona e ftohtë, duke u ngjitur në vendin e 8 të renditjes. Kemi punuar dhe besonim se do ta fitonim ndeshjen, sepse që edhe një rival direkt në luftën poshtë renditjes. Nuk më pëlqen golat e kundërshtarit sepse janë gola shumë të lehtë, nuk duhet të marrim gola kaq të lehtë, sepse ikin ndeshjet dhe ikin dhe pikën. Unë besoj se ekipi më ndjek, edhe këta lojtarë me eksperiencë që i kam drejtu dhe diku tjetër apo qoftë edhe të Kuksi, edhe lojtarët e rinj që kanë ardhur, që kanë cilësi, por duhet t'i mësojmë ne si staf, t'i rregullojmë, t'i bëjmë gjëra drejt kur kemi topin, kur s'kemi topin. Por gjithmonë betem besim plot të këta djemë, sepse kanë cilësi, edhe i kemi armët t'i bëjmë keq çdo ekipi, jo vetëm ekipe që janë poshtë në renditje, por ato që janë sipër renditje. Sfida e radhës do të jetë në 29 tetor në stadiumin e Gjirokastrës, ku luftëtari do të presë Laçin. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.